Colin Highland pritet të marrë detyrën si zëvendës ndihmëse sekretarit amerikan të shtetit, duke zëvendësuar në këtë pozicion Alexander Kassanov. Lajmi bëhet i ditur nga rrjeti Al Jazeera, i cili raporton se Kassanov nuk do të jetë më zëvendës ndihmës sekretar për Ballkanin Perëndimor. Highland deri tani ka udhëhequr drejtorinë për çështjet e Evropës qendrore dhe jugore. Highland është diplomat e karriere me përvojë, e cila ka punuar në misionet diplomatike të SBA-s në Bagdad, Kabul dhe Prishtinë. Në Kosovë ajo ka mbajtur postin e zëvendës ambasadores në periudhën 2016-2019. Ajo flet edhe gjuhën shqipe. Kassanov u emërua në korrik të vitit 2024 në pozicionin e zëvendës ndihmës sekretarit, duke zëvendësuar Gabriel Escobar. Colin Highland ka vizituar Shqipërinë në shtator 2024, kohë kur zhvilloi një takim me kreun e SPAK-ut Altin Dumani. Highland përsëriti mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara për SPAK dhe institucionet e pavarura të Shqipërisë, duke theksuar rolin vendimtar të reformës në drejtësi në avancimin e rrugëtimit të Shqipërisë drejt aspiratave të saj euroatlantike. Në një intervistë për Zërin e Amerikës në 2024, ajo theksoi se Shqipëria dëshiron të tërheqë investimet të huaja dhe për të arritur këtë, duhet të ndryshojë sjelljen dhe qëndrimin. Duhet ta trajtojë këtë problem. Shqipëria ka bërë një përparim të shkëlqyer, falë edhe SPAK-ut, që është një organizatë e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Sondazhet tregojnë se SPAK-u ka fituar respektin e qytetarëve të vendit, sepse ajo ndihmon vendin që të trajtojë çështjet e korrupsionit, tha Highland. SPAK-u sipas saj duhet ruajtur dhe forcuar në mënyrë që të dërgohet një sinjal shumë i fortë tek investuesit e huaj dhe tek shqiptarët që investojnë në vendin e tyre, ndërsa Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë më tej Shqipërinë në rrugën e integrimit evropian. Në këtë punë të vështirë, korrupsioni duhet të mbahet nën kontroll, ligjet duhet të përditësohen dhe të sillen në përputhje me standardet e BE-s, dhe për këto duhet fokus dhe vendosmëri, tha zonja Highland. Ajo theksoi se Shqipëria duhet të punojë fort që të arrijë standardet për të bashkuar me BE-n, dhe nga ana e SBA-s, çdo mbështetje shkon në drejtim të këtij integrimi, ashtu si edhe në vendet e tjera të rajonit. Shtetet e Bashkuara e shohin të ardhmen e këtij rajoni, askund tjetër, veçse të antarësohet në BE, shtoi Highland.